Mirë po na e kemi në përgëzim për pejgamberit alayhi salatu wassalam, sa që e përmendin shumë historian se në mesin e paralajmërimeve se pejgamberi do të vdesë dhe ju është afru vdekja, e urdhëron Allahu gjithashtu me dal edhe te varrezat e Uhudit, me i përshëndet dhe banorët e Uhudit. Pastaj ka kthehet, thotë waditu law annani ra'aytu ikhwani, kisha pas shef me i pa vllaznitë e mi, sikur po i thot Ebu Hurajrës edhe shokëve tjerë, unë po vdes, kisha pas shef me i pa do që do të vinë pas vdekjes time, po s'po i shata. Edhe i thoi në i dërguar i Allahut, a nuk jemi në vllaznitë tu? Thot ju jeni shokët e mi, përveç që jeni vllazni, ju kam edhe shok, ndërsa vllaznia me për cilën ka marrë malli, janë ata të cilët do të bëhen musliman, do të mbesojnë mua dhe do të përqafojnë këtë fej pa më pa mua. I thoi në i dërguar i Allahut, po që një këta njerëz ti? Që një këta njerëz si ke pa kur? Thot i një përmes gjurmëve të sejdës dhe të vdesit. Në ringjallën ditën e gjykimit, balli ku e kanë vendos kryt në sejdë dhe ju ban dritë, edhe në bazë kësaj drite e di që është umeti im, edhe shkoj e marrë dhe afroj për me i dhanë ujë të krojëm. Të ndëruar vëllezër, kjo është ngushëllimi për neve. Vdeq pejgamberi alayhi salatu wassalam, mirë po mbet shëmbëltyra e tij, mbet suneti i tij i gjallë, suneti edhe tradita dhe historia më e ruajtur, më e saktë, më e mirë për gjithë ata të cilët ndoshta gjejnë arsye se sikur ta kisha pa pejgamberin, si tisha taku me pejgamberin, s'na i dha Allahu këtë mundësi, na i dha sunetin e kemi të gjallë, i kemi fjalët e tij, i kemi mësimet e tij, pikërisht për neve këtu fillon sprova. Këtu fillon sprova me pejgamberin alayhi salatu wassalam, ndërsa ata që ishin gjallë me ta sprove kishin se a e ruajnë, a janë gjendje me dhon jetën edhe me mbrojt pejgamberin me pasurinë e tyre, me trupin e tyre, me familjen e tyre, ndërsa sprova jonë është sot a e ruajmë sunetin e tij, a i ruajmë mësimet e tij, përderisa themi se jemi ummeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj sa jemi përmalluna për këtë njeri, sa jemi përmalluar për këtë njeri i cili ditën e gjykimit do të harron gjithçka për neve. Gjithçka do të harron, do t'i harron sikletët, do t'i harron trishtimet e ditës gjykimit, do t'i harron britmat, edhe madje është i vetmi pejgamber që shkon te Allahu edhe kërkon ndërmjetësim për umetin e vet, për ty edhe për mua. Sa jeni përmalluna, sa më tepër që përmallohemi, aq më tepër e pasojmë, aq më tepër sunetin e tij jetësojmë, dhe sa më tepër që i veprojmë këto, atëherë do të jemi me ta, do të pim ujë prej krojit ti, ai i cili pen ujë në këtë kroje nuk do të etet kur, do të nuk e kap mos zjarri, sepse zjarri e jet njeriu, ndërsa pimja e ujit në këtë kroje në kupton që nuk e përfshin këtë njeri zjarri, sepse nuk etet më, nuk e kap etja. Allahu na bëf prej të tillëve, Allahu na bëf prej atyre që e dojmë me zemër, me vepra, me fjalë pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, e pasojmë sunetin e tij, kapemi për mësimet e tij, për mësimet e sahabëve të tij, dhe jetojmë në këtë formë, vdesim kështu dhe ringjallemi në taborin e tij, takohemi Muhammedin alayhi salatu wassalam në flamurin e tij, duke përjetuar shefatin e tij. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.